Prej disa ditësh, në rrjetet sociale, ka nisur të qarkullojnë zëra se marrëdhënia midis Xhensila Myrtezaj dhe Ledri Vulës mund të ketë marrë një kthers të papritur. Fansat kanë vënë re disa detaje të vogla në aktivitetin e tyre online, gjë që ka mjaftuar për të ndezur dyshimet se diçka nuk shkon mes tyre. Këto thashëtheme janë përhapur me shpejtësi, duke ngritur pyetje të shumta për situatën e dy artistëve të dashur për publikun. Sipas disa portaleve, arsyeja e mundshme e këtij ftohje ka qenë xhelozia. Thuhet se Ledri ka pasur mbështetje të madhe nga fansat femra dhe kjo ka shkaktuar tensione në marrëdhënie, sidomos në periudhat kur ata kanë qenë të angazhuar me projekte të ndryshme muzikore. Ndërsa asgjë nuk është konfirmuar, komentet që qarkullojnë në rrjet pretendojnë se disa situata të vogla kanë sjellë debate që më pas janë bërë më të shpeshta. Një tjetër version që qarkullon është ai i tradhtisë, megjithse askush nuk ka sjellë prova apo detaje konkrete. Disa ndjekës pretendojnë se distanca fizike dhe angazhimet e shumta profesionale kanë krijuar vend për keqkuptime, të cilat mund të kenë çuar në prishjen e balancës së çiftit. Por deri tani, të gjitha këto mbeten vetëm supozime që qarkullojnë nëpër komente dhe forume online. Për momentin, as Xhensila dhe as Ledri nuk kanë reaguar, dhe kjo heshtje vetëm i ka shtuar zërat që qarkullojnë. Publiku i ndjek çdo lëvizje në rrjetet sociale, duke analizuar story, like apo mungesën e postimeve të përbashkëta, me shpresën se do të kuptojnë nëse ka vërtet një ndryshim në marrëdhënien e tyre. Kjo vëmendje e madhe vetëm sa e ka shtuar misterin rreth tyre. Megjithatë, derisa vetë artistët të thonë diçka zyrtarisht, të gjitha këto mbeten thjesht fjalë që qarkullojnë online. Fansat shpresojnë që gjithçka të jetë vetëm një keqkuptim i madh dhe që dyshja të vazhdojë rrugtimin e tyre pa drama. Deri atëherë, rrjeti vazhdon të zjejë me teori dhe diskutime që shtohen dita ditës.